Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 25 të surës Hadid, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Ne I dërguam të dërguarit tanë me prova të qarta dhe bashkë me ta zbritëm librat dhe peshoren e drejtësisë, që njerëzit të veprojnë drejt. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet, për sot do t'i përgjigjemi pyetjes cila është pikpamja e Kuranit për profetët. Allahu I urtë dhe I gjithditur ka zgjedhur burra të mirë për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve dhe ua ka ngarkuar atyre mesazhin e tij për të gjithë njerëzit. Këta burra janë profetët dhe të dërguarit, nëpërmjet të cilëve ka rrjedhur drita e udhëzimit nga Allahu drejt robëve të tij. Kjo dritë e bekuar ka filluar të zbresë nga Allahu që nga koha kur njeriu u bë I gatshëm për të përfituar prej saj dhe ka vazhduar kjo dritë deri në kohën e vulës së profetëve, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Kushdo që e lexon Kuranin e shenjtë do të gjejë se pikpamja e tij për profetët është shumë e qartë dhe e thellë. Sipas Kuranit, profetët janë të zgjedhur nga Allahu për udhëzimin e njerëzimit. Janë njerëz që hanë, pinë, jetojnë dhe sprovohen si të tjerët. Janë të pastër dhe të besueshëm, të mbrojtur nga mëkatet. Janë shembuj moral dhe shpirtëror për njerëzit. Kurani I paraqet profetët si mësues të së vërtetës, paralajmërues dhe përgëzues, si dhe udhërrëfyes drejt rrugës së drejtë. Sipas Kuranit, të gjithë profetët kishin një mision themelor të përbashkët, që ishte thirrja në njëshmërinë e Allahut, tauhid. Ata ftonin që të adhurohet vetëm Allahu dhe të refuzohet idhujtaria dhe padrejtësia. Në ajetin 36 të surës Nahl thuhet: çdo populli ne I quam një të dërguar që u thoshte: adhuroni Allahun dhe shmangni idhujt. Premisionit të tyre të profetëve pra ishte udhëzimi moral dhe shoqëror. Ata ftonin që të vendoset drejtësia, të pastrohet shpirti I njeriut, të përhapet e mira dhe të ndalohet e keqja. Premisioni të profetëve ishte ndërtimi I një shoqërie të drejtë, ishte mbrojtja e të dobtëve dhe luftimi I korrupsionit dhe I shtypjes. Pra, mesazhi I profetëve ishte një I vetëm: besim I pastër, moral I lartë dhe drejtësi shoqërore. Kurani
përmend vetëm 25 profet me emër dhe 18 prej tyre përmenden në surën Al-An'am. Por thot qartë se ka shumë të tjerë që nuk janë përmendur, si thot ajeti 164 në surën Nisa. Për disa të dërguar të kemi treguar më parë, dhe për disa të tjerë nuk të kemi treguar ty. Sa i takon Musait, Allahu i ka folur atij drejt për drejt. Sipas haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, janë rreth 124.000 profet. Prej tyre janë rreth 313 të dërguar rusul. Dallimi ndërmjet profetit an-nabi dhe të dërguarit ar-rasul në kontekstin kuranor është: Rasul i dërguar është ai të cilit i është shpallur një ligj, shariat i ri, dhe është urdhëruar ta përcjell atë tek njerëzit. An-nabi, do të profet, është ai të cilit i është shpallur shpallje wahi, qoftë i urdhëruar për ta përcjell apo jo. Fjala nabi, pra termi nabi, është më i përgjithshëm se termi rasul. Kurani i sheh profetët si një zinxhir i pandërprer i udhëzimit të Allahut, dhe ata kishin pra një mesazh të përbashkët: adhuroni Allahun, jetoni me drejtësi dhe përgatituni për jetën tjetër. Sa nevojë kemi për mësimet e profetëve dhe të dërguarve në këtë kohë për të çliruar nga idhujt modern. Sot idhujt nuk janë vetëm statuja, por janë pasuria e tepruar, fama dhe egoja. Prandaj, gjëja më e rëndësishme në zemrën tonë të jetë krijuesi ynë, Allahu fuqiplot. Profetët luftuan padrejtësinë dhe shtypjen. Sot shohim padrejtësi sociale, mashtrime dhe korrupsion, si dhe shtypje të dobtëve. Le të bëhemi të drejtë, edhe kur është kundër interesit tonë. Edhe një fjalë e drejtë është vazhdim i misionit të profetëve. Profetët nuk ndryshuan vetëm ligje, por ata ndryshuan zemra. Sot problemet më të mëdha në shoqëri janë urrëtia, armiqësia, zilia, smira dhe hipokrizia. Të punojmë me zemrën tonë çdo ditë, duke i larguar pra këto fenomene negative, sepse shoqëria përmirësohet duke u përmirësuar individi. Profetët mbronin jetimet, të varfrit dhe të shtypurit. Vlera e besimit ton matet me mënyrën se si i trajtojmë pra jetimet, se si i trajtojmë të varfrit, se si i trajtojmë nevojtarët. Të gjithë profetët u përballën me tallje, kundërshtim dhe sprova, por ata nuk e braktisën të vërtetën dhe të drejtën. Prandaj edhe ne mos e braktisim të vërtetën, vetëm se jemi vetëm. E vërteta nuk matet me shumicë, por gjithmonë pra të jemi në krah të vërtetës, në krah të së drejtës. Në jetën e përditshme, ndjekje e profetëve do të thotë të jesh i sinqert edhe kur është e vështirë, të bësh mirë pa pritur shpërblim, të flasësh kur ke mundësi të hakmerresh, të falësh kur ke mundësi të hakmerresh, të mbash drejtësi, qoftë ndaj vetes, qoftë edhe ndaj tjerë. Sipas Kuranit, misioni i profetëve nuk është vetëm histori, ai është rrugë jetese. Ti nuk je profet, por mund të jesh pasues
i misionit të tyre me zemrën tënde, me fjalën tënde dhe me veprat dhe qëndrimin tënd. Kurani thot se profetët janë dërguar për të plotësuar argumentin ndaj robëve që mos kenë justifikime apo arsye nesër para Allahut, siç thuhet në ajetin 165 të surës Nisa. Këta janë të dërguar që kanë sjell lajme të mira e kanë paralajmëruar në mënyrë që njerëzit të mos kenë ndonjë justifikim ndaj Allahut pas ardhjes së të dërguarve, se Allahu është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Kurani na thot se profetët janë shembull për të ndjekur, siç thot ajeti 6 në surën Mumtahina. Vërtet, ata njerëz janë shembull i mirë për ju e për çdo që shpreson në Allahun dhe në ditën e fundit. Kurani na thot la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve. Ky ajet na mëson se besimtari duhet të ketë besim të plot dhe të barabartë në të gjithë profetët e Allahut, pa i mohuar apo nënvlerësuar disa prej tyre. Të gjithë të dërguarit kanë ardhur me të njëjtin burim hyjnor dhe me të njëjtin qëllim, udhëzimin e njerëzimit drejt së vërtetës dhe adhurimin e Allahut të vetëm e të pashoq. Të gjithë profetët janë të vërtetë të dërguar nga Allahu. Nuk lejohet të pranojmë disa dhe të mohojmë të tjerët. Mesazhi i tyre është në thelb i njëjtë: besimi në një Zot dhe jeta e drejtë. Kjo nxit unitet në besim dhe largon përçarjen mes njerëzve. Pra, ajeti thekson unitetin e shpalljes hyjnore dhe respektin e barabartë për të gjithë të dërguarit dhe profetët. Allahu na bëft prej ndjekësve të profetëve dhe na bashkoft në ata në jetën tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.